duan ta konsiderojnë, duan s'duan, Shqipëria është e para në rajon me diferencë nga e dyta dhe nga të tjerët në prokurimet publike. Natyrisht që Shqipëria, ashtu si kundër siç e pat dhe nga pasqyra e vendit Bashkimit Evropian, nuk është një vend ku prokurimet publike zhvillohen në përsosmëri. Natyrisht që ne kemi ende një sër problemesh për të adresuar, por çfarë tregojnë këto rezultate dhe çfarë tregon ajo pasqyrë që e vendos jo nga ne, po nga institucionet që merren me këtë punë për llogaritë Bashkimit Evropian, Shqipërinë në vendin e parë në rajon dhe në mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian, është se lufta kundër korrupsionit në Shqipëri nuk është një luftë e cila zhvillohet vetëm në frontin e ri të krijuar me vullnetin e kësaj shumice që është fronti i drejtësisë, por është një luftë që zhvillohet me reformat modernizuese në bazë të asaj filozofie që unë e kam bërë qartë qysh përpara sa të vijnë të detyrë, nuk janë njerëzit që korruptojnë sistemet, janë sistemet që korruptojnë njerëzit. Dhe sistemi i prokurimit publik që ne kemi ngritur vit pas viti në një proces transformues rrënjësor është gjithmonë e më pak i korruptueshëm. Ky është thelbi i asaj pasqyre. Termat e referencës natyrisht që janë pjesë e sfidës dhe për këtë arsye ne kemi vendosur prej disa vitesh një proces të brendshëm krejt të ri. Pra nuk ka më terma reference që shpallen arbitrarisht, po ka terma reference që shpallen pasi janë marrë në konsiderat të gjitha ankesat e operatorëve. Dhe ankesat e operatorëve nuk i merr në konsiderat autoriteti që shpall tenderin. Por ankesat e operatorëve trajtohen pikërisht nga Agjencia e Prokurimit Publik, që është autoriteti i epërm dhe nga Komisioni i Prokurimit Publik. Janë dy autoritete dhe duke ardhur dhe Komisioni, më lejoni të sjell në vëmendje faktin se njeriu që transformoi Komisionin e Prokurimit Publik u bë fatkeqësisht target i Baltës për një periudhë kohe, pasi për arsye siç ndodh normalisht në një shtet me një drejtësi të pavarur u mor nën hetim si rezultat i një denoncimi, po si rezultat i hetimit rezultoi tërësisht pa lidhje me asnjë lloj faj apo me asnjë lloj problemi. Por Balta që ju hodh dhe gjithçka që u bë për ta shkatruar personalisht dhe familjarisht, siç ndodh në këto raste, e bërit vetën dhe unë nuk më ka rënë në sy asnjë lloj reflektimi apo kërkese ndjese nga askush, dhe kjo nuk është diçka që ndodh vetëm në Shqipëri, ndodh kudo, lidhur me ato që i bën atij njeriu. Gjithsesi, e solla këtu se nuk është i vetmi si shembull për faktin që në këtë proces ne kemi bërë transformim epokal. Duan apo s'duan ata që s'duan. Pyetje tjetër.